Livorni duket ngjyrat e bukura, po jep një pamje të një qielli të uzurpuar, i kindapum apo i izolum, jo i lirë për neve si qytetar. Duket që është ideja e qëlluar dhe realizimi i mirë. Të them të drejtën, kur e kam parë në fillim, ngjyrat kanë qenë më të bukura, më të ndezura, më shpresdhënëse. Pastaj më duket se ka qenë veshur në një moment ushtarake me veshjen e NATO-s. Sot është veshur me xhemba. Do të thotë, nëse ky perceptim do të ishte për gjithë qytetarët e Kosovës apo për gjithë shqiptarët, është dhimbje. Por unë uroj që ne shqiptarët mos e lejojmë vetëm të idhemi me xhemba. E ardhmja shqiptare është e mirë, besoj, gota është duke u mbushur, shqiptarët do të realizojnë dëshirën e tyre. Së fundi shpresojmë kambidhje absolute që do të vi tek Bashkimi Kombëtar dhe këto xhemba do t'i heqim. Unë mendoj se obelisku një Livornit është një monument historik i cili do të ruhet me fanatizëm. Më pëlqen shumë që çdo festë ndron pamjen dhe këtë herë ka marrë pamje jashtëzakonisht të mrekullueshme dhe të mirë. Këto xhembat është duft më paraqit me mbrojtje, po na skem nga kush ta mbrojmë këtë. Kjo është mbrojtje nga populli dhe nga dëshira e popullit për pavarësi dhe liri.